Imagjinoni se jeni në majë të një prej vargmaleve më imponuese në gjeografinë kombëtare. Ju keni një automjet modern, të pajisur me një kambio automatike që deri më tani e ka bërë jetën tuaj shumë të rehatshme në qytet. Ju i besoni teknologjisë, i besoni sistemeve të sigurisë aktive dhe mbi të gjitha, i besoni atij pedali qendror që ju ka ndaluar gjithmonë me saktësi milimetrike. Megjithatë, ajo me të cilën do të përballeni nuk është një udhtim konvencional. Është një betejë termodinamike ku 90% e shoferëve bëjnë një gabim themelor që mund të jetë fatale. Shoferi mesatar supozon se pozicioni normal i drejtimit është i mjaftueshëm për të menaxhuar çdo terren, duke i ngjëruar se frenat e një makine turistike nuk janë të dizajnuara për të shpërndarë energjinë pa ndërprerje gjatë 20 ose 30 minutave zbritje të vazhdueshme. Mungesa e edukimit teknik se si motori ndërvepron me transmisionin automatik në pjerësi të gjata e kthen një udhëtim kënaqësie në një situatë jetike emergjente. Kjo është arsyeja pse sot ne do të zbërthejmë pse besimi i verbër është armiku juaj më i keq dhe si shkenca e fërkimit mund të kthehet kundër jush nëse nuk respektoni ligjet e mekanikës dhe termodinamikës. Le të fillojmë. Gabimi 12. Besimi verbër në pozicionin e makines. Gabimi numër 12 është, ndoshta, më i përhapuri për shkak të thjeshtimit ekstrem që markat e makinave kanë promovuar për dekada. Në është shitur ideja se drejtimi i një automjeti automatik është thjesht vendosja e levës në shkronjën që tregon përpara dhe harrimi i gjithçka e tjetër. Kjo premis funksionon në mënyrë të përsosur në trafikun urban ose në autostrada të sheshta, por bëhet një kurth mekanik kur graviteti hyn në ekuacion. Kur e lini levën në pozicionin konvencional të kalërimit ndërsa zbrisni një mall, ju po i jepni kontroll të plot një kompjuteri që është programuar kryesisht për të kursyer karburant dhe ndërime të qeta. Në një zbritje, logjika e transmetimit automatik interpreton se, meqense nuk shtup gazin, motori duhet të punojë me rezistencën më të vogël të mundshme. Kjo bën që kutja e shpejtësisë të ngjitet në marshin më të lartë në dispozicion për të reduktuar rrotullimet në minutë. Në terma teknik, automjeti hyn në një gjendje afër funksionimit të lirë. Duke qenë në marshin e 5, të 6 apo edhe të 8, bashkimi mekanik midis rrotave dhe motorit është minimal. Nuk ka gjë të tillë si frenimi i motorit ose frenimi i motorit. Pasoja e drejt për drejt është se pesha e automjetit, shumëzuar me përshpejtimin e gravitetit, bie ekskluzivisht në distjet dhe jastëkët e frenave. Një automjet me peshë 1500 ose 2000 kg që zbret me 60 km/h në një shpat të pjerrët, gjeneron një sasi masive energjie kinetike. Nëse transmisioni nuk ndihmon në ruajtjen e kësaj mase duke kompresuar motorin, frenat duhet të konvertojnë të gjithë atë energji kinetike në energji nxehtësie. Është një detyrë pamundur për të ruajtur me kalimin e kohës. Shoferi, duke ndjerë makinën duke o paketuar, shtup më fort frenën, e cila gjeneron më shumë nxehtësi, e cila nga ana tjetër kërkon më shumë presion. Krijohet një rreth vicioz i rritjes së temperaturës. Pozicioni i drejt për drejt i drejtimit është krijuar për të lëvizur, jo për të mbajtur. Duke mos detyruar manualisht një marsh më të ulët, si një marsh i 2 ose i 3, ju po hiqni dorë nga sistemi më i fuqishëm dhe i lirë i frenimit që ka makina juaj, vetë motori. Besimi në automatizimin e plot është një simptom e mungesës së njohurive se si konvertuesi i çift rrotullues ose tufat menaxhojnë çift rrotullues. Në shumë automjete moderne, veçanërisht ato me transmetime të ndryshueshme vazhdimisht, efekti i rrëshqitjes është aq i theksuar sa makina duket se fiton shpejtësi shumë më shpejt se sa do të priste një shofer me përvojë. Mënyra e vetme për të thyer këtë inerci është të ndërhysh në mënyrë aktive në zgjedhjen e ingranazeve, diçka që 90% të përdoruesve kanë frikë ta bëjnë nga frika e thjerjes së kutisë, kur në realitet ajo që po thyen është aftësia e frenave të tyre për të shpëtuar jetën e tyre. Edukimi për përdorimin e mënyrave manuale, sportive ose me shpejtësi të ulët është linja e parë e mbrojtjes. Lënia e kutisë së shpejtësisë të vendos është në thelb lënia e makinës të kryej vetvrasje termike, ndërsa thjesht shikoni pedalin të zhduket nën këmbën tuaj. Gabimi 11. Zbeja e frenave. Vimte fenomeni fizik më i friksuar nga inxhinierët e pistave dhe ekspertët e sigurisë rrugore. Zbeja ose humbja e efikasitetit për shkak të nxehtësisë.
Për të kuptuar gabimin numër 11, duhet të gërmojmë më thellë në kimin e materialeve të fërkimit. Jastëkët e frenave janë komponime komplekse që përfshin rëshirë, metale dhe materiale ceramike të dizajnuara për të performuar në një gamë specifike të temperaturës. Kur i nënshtroni sistemit ndëshkimit të vazhdueshëm për shkak të gabimit të mëparshëm, temperatura në sipërfaqen e kontaktit midis jastëkut dhe diskut mund të kalojë lehtësisht 5 ose 600 gradë Celsius në pak minuta. Në këto temperatura ekstreme, ndodh një fenomen kimik magjepsës dhe i rrezikshëm, sublimimi i rëshirave livse. Rëshirat që mbajnë përbërësitë e jastëkut së bashku fillojnë të degradohen dhe të kthehen drejt për drejt në gaz. Ky gaz nuk ka ku të shpëtojë menjëherë dhe grumbullohet në sipërfaqen e vogël të kontaktit midis diskut dhe jastëkut. Rezultati është se automjeti fillon të rrëshqas mbi një shtresë mikroskopike gazi të nxehtë, duke eliminuar pothuajse plotësisht fërkimin mekanik. Është saktësisht i njëjti parim që lejon një puk hokej me ajër të rrëshqas pa mundim mbi një tavolinë. Në këtë pikë, pavarësisht se sa fort shoferi e shtyn pedalin, nuk ka kontakt të vërtet të fortë. Ndjenja në kabinë është një humbjeje totale të kontrollit. Përveç këtij gazi lubrifikues, ndodh kristalizimi. Materialet e marrjes bëhen të vitrifikuara, duke u bërë jashtëzakonisht të forta dhe me shkëlqim, duke humbur aftësinë e tyre për të kafshuar metalin e albumit. Nga ana tjetër, disku i frenave mund të nxehet i kuq, gjë që ndryshon strukturën e tij molekullare dhe mund të shkaktojë deformime ose deformime të përhershme. Gabimi i shoferit është mosnjoja e simptomave fillestare të këtij fenomeni. Para se frena të zhduket plotësisht, zakonisht ka një fazë paralajmëruese ku pedali ndihet më i fortë se normalisht, por makina frenon më pak. Nëse në atë pikë shoferi nuk ndalon në mënyrë të sigurt për ta lënë sistemin të ftohet natyrshëm, kolapsi total është i pashmangshëm. Zbeja nuk është një dështim i sistemit hidraulik, por një disfat e kimisë së materialeve përballë abuzimit termik. Është ndëshkimi fizik për injorimin se frenat janë transformator energjie që kanë një kufi ngopjeje. Pasi sistemi ka arritur kapacitetin e tij maksimal të ruajtjes së nxehtësisë dhe nuk është në gjendje ta shpërndajë atë në ajrin e ambientit mjaft shpejt, efikasiteti bie në mënyrë eksponenciale. 90% e shoferëve që pësojnë këtë fatkeqësi përpiqen ta rregullojnë problemin duke pompuar pedalin, i cili është i padobishëm kur sipërfaqja e fërkimit nuk ekziston më si e tillë. E vetmja kur për të fikët është koha dhe rrjedha e ajrit, dy lukse që zakonisht nuk i keni kur jeni në mes të një zbritjeje të pirët me një kurb 180 gradë para jush. Gabimi i djehte. Vlimi i lengut të frenave. Ndërsa gabimi 11 i referohet sipërfaqes së kontaktit, gabimi numër 10 bartet në brendësi të tubave dhe matësve të sistemit hidraulik. Lëngu i frenave është një substancë e krijuar për të qenë praktikisht e pakompresueshme dhe për t'i bërë balim përgjithsisht mbi 230 gradë Celsius në lëngjet e tipit 4. Megjithatë, ky lëng ka një karakteristik shumë të veçantë, është higroskopik. Kjo do të thotë se tith lagështin nga ajri me kalimin e kohës. Kur lëngu i frenave përmban edhe një përqindje të vogël uji, pika e vlimit bie në mënyrë dramatike. Në një zbritje të gjatë ku shoferi abuzon me pedalin, nxehtësia e gjeneruar në jastëk transferohet përmes pistonëve të kaliperit direkt në lëngun e frenave. Nëse kjo nxehtësi tejkalon pikën e vlimit të lëngut të degraduar, lëngu fillon të vlojë brenda linjave të frenave. Në fizikën bazë ne mësojmë se lëngjet nuk ngjeshen, por gazrat ngjeshen. Kur vlon, brenda qarkut gjenerohen fluska të avullit të ujit ose gazit nga vetë lëngu. Kur shoferi shtu pedalin, në vend që të lviz lëngun në mënyrë që të shtuj pistonët, ajo që ai bën është të kompresojë ato fluska gazi. Rezultati është simptoma më e frikshme që mund të përjetojë një shofer. Pedali shkon në fund të makinës pa ofruar asnjë rezistencë, sikur të shkelnit një sfungjer të lagur ose thjesht ajër. Ndryshe nga zbeja e fërkimit, ku pedali mund të ndihet i vështirë, por makina nuk ndalet, këtu pedali thjesht zhduket. Ky fenomen njihet teknikisht si bllokimi i avullit. Është një dështim katastrofik, sepse anulon lidhjen mekanike dhe hidraulike midis këmbës së shoferit dhe rrotave. Parandalimi i këtij gabimi nuk lidhet vetëm me teknikën e drejtimit në sharr, por edhe me mirëmbajtjen parandaluese. Shumë shofer kalojnë vite pa ndryshuar lëngun e frenave, duke injoruar se çdo vit që kalon, rreziku i vlimit në një emergjencë rritet në mënyrë eksponenciale. Në një zbritje malore, ku sistemi funksionon në kufirin e dizajnit të tij,
çdo dobësi në gjendjen e lëngshme manifestohet në mënyrën më të keqe të mundshme. Nxehtësia është një pushtues që udhton nga disku në brendësi të sistemit, dhe nëse nuk keni një pengesë të qëndrueshme dhe të pastër të lëngshme, sistemi hidraulik do të bëhet një kurth avulli që do t'ju lërë pa frena pikrisht kur ju nevojiten më shumë. Djenja e zbrazdis në pedal është shenja e fundit se sistemi ka kapituluar ndaj nxehtësisë ekstreme dhe neglizhencës në mirëmbajtje. Gabimi. I nëntë. Ingjorimi i matesit të temperaturës së transmetimit. Gabimi i nëntë na kthen te kutia e shpejtësisë automatike, komponenti që shumë e konsiderojnë një kuti të zezë magjike që nuk kërkon vëmendje. Gjatë një zbritjeje në një varg malor, nuk janë vetëm frenat që vuajnë. Transmisioni automatik është një sistem kompleks i ingranazheve planetare, tufave dhe më e rëndësishmja, një lëng hidraulik i quajtur vaj transmetimi automatik ose ATF. Ky lëng shërben për funksione kritike, lubrifikon, pastron, ftoh dhe është mediumi përmes të cilit transmetohet forca në konvertuesin e çift rrotullues. Kur zbresim në një pjerësi të pjerrët në pozicionin e drejt për drejt, konvertuesi i çift rrotullues mund të gjenerojë rrëshqitje të tepërt, ose, nëse përdorim frenën e motorit intensivisht në ingranazhe të ulta, lëngu i transmisionit duhet të përballet me një ngarkesë të konsiderueshme të energjisë së kundërt. Nxehtësia e brendshme e kutisë së shpejtësisë fillon të rritet. Gabimi i shoferit mesatar është të injoroj plotësisht se shumica e automjeteve moderne kanë një alarm ose matës të temperaturës së transmetimit në grupin e instrumenteve. Nëse vaji i transmisionit mbinqehet, ai humbet viskozitetin dhe aftësinë e tij për të mbrojtur komponentët e brendshëm. Ajo që është më serioze në kontekstin e një zbritjeje është se nxehtësia nga transmetimi dhe nxehtësia nga frenat shpesh ndajnë hapësira të ngushta shpërndarjeje në hapësirën e motorit dhe nën kornizën. Një transmetim që funksionon në 120 gradë Celsius po kontribuon në rritjen e temperaturës së përgjithshme të komponentëve periferik, duke përfshirë linjat e frenave që kalojnë atu pranë. Përveç kësaj, nëse lëngu i transmisionit degradohet nga nxehtësia ekstreme, kutja e shpejtësisë mund të hyjë në një modalitet mbrojtje ose emergjence, e cila mund të shkëputet marshin ose të kufizojë aftësinë tuaj për të përdorur frenat e motorit manualisht, duke ju lënë përsëri në mëshirën e frenave të shërbimit. Vaji i transmisionit ka një jetëgjatësi që përgjysmohet për çdo 10 gradë që të i kaloni temperaturën e tij optimale të funksionimit. Të injorosh këtë faktor do të thotë të dënosh kutinë e shpejtësisë me një vdekje të parakohshme dhe të humbasësh një aleat kritik në menaxhimin e energjisë gjatë zbritjes. Shumë shofer shohin një dritë paralajmëruese në pult dhe vendosin të vazhdojnë deri në fund të zbritjes, duke menduar se është një çështje duttësore. Në një sharr nuk ka probleme duttësore. Gjithçka është ndërlidhur. Shëndeti i lëngut tuaj të transmetimit është ajo që lejon motorin dhe rrotat të flasin të njëjtën gjuhë. Nëse ky dialog ndërpritet nga nxehtësia, automjeti bëhet një objekt i rënd dhe i pakontrollueshëm që rrotullohet poshtë malit. Mbajtja e një sy në temperaturë dhe të kuptuarit se përpjekja e mbajtjes gjeneron gjithashtu nxehtësi të brendshme është jetike për të mbërritur në lugjin me automjetin të paprekur. Gabimi. I tete. Përdorimi i gabuar i neutralit në zbritje. Gabimi numër 8 është një nga mitet më këmbëngulëse dhe më të rrezikshme në kulturën e makinave. Besimi se vendosja e transmetimit në neutral gjatë një zbritje kursen karburant ose përfiton motorin. Kjo praktik, e cila tashmë ishte e rrezikshme në automjetet manuale, bëhet vetvrasëse në një makinë automatike. Rreziku i parë dhe më i dukshëm është shkëputja totale e kontrollit kinetik. Duke vendosur levën në pozicionin neutral, ju po eliminoni çdo mundësi të kompresimit të motorit, duke ndihmuar në rregullimin e shpejtësisë automjetit. Në këtë situatë, makina bëhet një objekt 2 tonësh që rrotullohet lirshëm, i shtyr vetëm nga graviteti. E gjithë përgjegjësia për ndalimin e asaj mase bie, përsëri, ekskluzivisht në sistemin e frenimit, duke përshpejtuar proceset e zbejes dhe vlimit që shpjeguam më lart. Por rreziku nuk mbaron me kaq. Nga pikpamja e inxhinierisë së transmetimit të brendshëm, përdorimi i neutralit me automjetin në lëvizje është shkatërues. Kutit e shpejtësisë automatike mbështeten në një pompë të brendshme vaji që zakonisht lidhet me boshtin e hyrjes, i cili rrotullohet në solidaritet me rrotullimet e motorit. Nëse motori bie në punë boshe sepse e keni vendosur në neutral, pompa e vajit zvoglon rrjedhën dhe presionin e saj në minimum. Megjithatë, boshti i daljes së transmetimit, i cili është i lidhur me rrotat, vazhdon të rrotullohet me rrotullimet e larta për shkak të shpejtësisë së zbritjes.
Kjo krijon një mospërputhje të brendshme, ku komponentët metalik rrotullohen me shpejtësi të lartë, pa lubrifikimin ose ftojen e nevojshme të siguruar nga lëngu që qarkullon në presion të plotë. Ju po digjni tufat dhe kushinetat e brendshme nga mungesa e lubrifikimit, dërsa mendoni se po kurseni disa mililitra gaz. Gjithashtu, për sa i përket sigurisë aktive, neutrali ju lë të qarmatosur. Nëse lind një emergjencë që kërkon për shpejtim të papritur për të shmangur një pengesë ose për të korrigjuar një manovër, koha që duhet për të riaktivizuar ingranazhin e drejt për drejt mund të jetë ndryshimi midis jetës dhe vdekjes. Në disa transmetime moderne, elektronika madje bllokon mbylljen me shpejtësi të lartë për të mbrojtur integritetin e dhëmbëzave, duke ju lënë në mënyrë efektive neutrale derisa makina të ndalet plotësisht, diçka që nuk do të ndodhë në një shkallë 10%. Ekonomia e karburantit është inekzistente në makinat moderne të injektuara elektronikisht. Pasi mbajtja e sistemeve të ndërprerjes së karburantit, mbyllin plotësisht injektorët kur zbulojnë se automjeti është në marsh, ndërsa në neutral, motori duhet të vazhdojë të injektojë karburant për të qëndruar ndezur. Prandaj, vendosja neutrale është teknikisht e gabuar, mekanikisht shkatëruese dhe operacionalisht vdekjeprurse. Gabimi i 7. Moskuptimi i menurave të ulta. 2 dhe 3. Gabimi numër 7 qëndron në analfabetizëm në lidhje me pultin dhe levën e marsheve. Shumë shofer shohin numra të tillë si 2 ose 3, ose shkronja të tilla si L ose M, dhe preferojnë të mos i prekin ato nga frika se mos shkaktojnë një prishje. Ata nuk e kuptojnë se këto pozicione janë aleatët e tyre më të mirë në një mal. Në kutitë e vjetra të shpejtësisë automatike, pozicionet 2 dhe 3 kufizojnë mekanikisht transmetimin në mënyrë që të mos grihet nga i marsh. Nëse zgjidhni 2, makina do të përdor marshin e parë dhe të dytë, por kur nuk do të kalojë në të tretën. Kjo është jetike, sepse e detyron motorin të rrotullohet me rrotullime më të larta, duke krijuar rezistencë pneumatike brenda cilindrave që ngadalson makinën pa përdorur frenat e diskut. Në kutitë e shpejtësisë moderne me modalitet sekuencial ose manual, zakonisht të identifikuara nga simbolet plus dhe minus, shoferi ka aftësinë të zgjedhë saktësisht raportin e marsheve që i nevojitet. Gabimi i zakonshëm është të mos zbresni derisa motori të kthehet. Ekziston një frikë ataviste se motori do të shpërthejë nëse shkon deri në 4 ose 5.000 rrotullime në minutë pa përshpejtuar. Realiteti është se, për sa kohë që nuk e tejkaloni zonën e kuqe të takometrit, motori është projektuar në mënyrë të përsosur për të rrotulluar me atë shpejtësi në mbajtje. Në fakt, është shumë më e sigurt dhe më e lirë të konsumosh pak nga jeta e vullave të motorit me rrotullime të larta, sesa të shtërosh kapacitetin e frenimit në 5 kilometrat e parë të zbritjes. Të mos kuptosh se si të përktheni gjuhën e kutisë së shpejtësisë në terrenin në të cilin po ecni, është si të përpiqeni të ngjiteni në një mall me këpucë zyre. Modaliteti L ose numrat e ulët duhet të aktivizohen përpara se makina të fitojë shumë shpejtësi. Një gabim i shpesht është të përpiqeni të zbrisni në marshin e dytë kur makina tashmë po ecën 100 km/h. Në atë pikë, kompjuteri transmetues do të refuzojë urdhrin për të mbrojtur. Qelësi është pritja, zgjedhja e ingranazhit të shkurtër në krye, përpara se graviteti të marrë përsipër. Nëse makina ju kërkon të frenoni vazhdimisht, kjo është për shkak se marshi i zgjedhur është shumë i gjatë. Duhet ta ullni një raport më shumë derisa të ndjeni se motori mbështet peshën e automjetit në një mënyrë të qëndrueshme. Mirëmbajtja e lëngjeve hidraulike injorohet nga shumica e përdoruesve. Ky lëng ka vetinë e thithjes së lagështisë nga mjedisi, gjë që zvoglon në mënyrë drastike pikën e vlimit të tij. Kur uji i akumuluar në sistem kthehet në avull për shkak të nxehtësisë së zbritjes, pedali bëhet sfungjeror dhe makina ndalon frenimin plotësisht. Është e domosdoshme të ndryshoni këtë lëng çdo 2 vjet për të shmangur këtë fenomen kimik vdekjeprurës. Gabimi i 6. Frenoni pa probleme dhe në mënyre të qëndrueshme. Ky është ndoshta gabimi teknik më kundërintuitiv. Shoferi i kujdesshëm mendon se shkelja e frenave butësisht, mezi e prek atë për të mbajtur një shpejtësi konstante, është mënyra më e sigurt për të zbritur. Fizikisht është gjëja më e keqe që mund të bëhet. Duke ruajtur një presion të lehtë por të pandërprer, jastëkët e frenave nuk ndahen kurrë nga disku. Kjo parandalon qarkullimin e ajrit midis sipërfaqeve të fërkimit dhe shpërndarjen e nxehtësisë. Është një gjenerim konstant i energjisë termike që nuk i jep metalit pushim.
Komponentët arrin temperaturat kritike shumë më shpejt se sa nëse do të aplikojë frenimi i shkurtër dhe i fuqishëm. Teknika e duhur, dhe ajo që 90% e njerëzve i injorojnë, është frenimi me ndërprerje ose impuls. Kjo konsiston në lënien e makinës të fitoj pak shpejtësi, duke aplikuar frenim të fortë dhe vendimtar për 3 ose 4 sekonda për të reduktuar ndjeshëm kilometrat në orë dhe më pas lëshimin e pedalit plotësisht. Gjatë atyre sekondave të lëshimit, disku rrotullohet lirshëm dhe rrjedha e ajrit mund të evakojë një sasi të konsiderueshme gradë Celsius. Gabimi i presionit konstant është rruga më e drejtë drejt kristalizimit të tabletave. Pa rritje të forta presioni, materiali i fërkimit nuk konsumohet në një mënyrë të shëndetshme, por përkundrazi, lustrohet dhe ngurtësohet në nxehtësi të vazhdueshme, por jo ekstreme fillimisht, duke krijuar atë sipërfaqe qellçi që më pas nuk kafshon diskun kur keni vërtet nevojë për energji. Përveç kësaj, presioni konstant ngroh lëngun e frenave në mënyrë progresive, derisa nxehtësia të kalojë nëpër të gjithë trupin e kalibrit, duke arritur vuat e gomës dhe lëngun. Ju duhet të mësoni të mbështeteni në inercinë e kontrolluar. Frenoni fort, ngadalsoni shpejtësinë dhe lejoni sistemin të marrë frymë. Pedali i frenave nuk është një rregullator shpejtësie, është një pajisje rregullimi emergjent dhe e përpikt. Shpejtësia duhet të rregullohet nga transmetimi. Fërkimi i tepërt dhe i vazhdueshëm rezulton në vitrifikim në sipërfaqen e materialit të fërkimit. Kur arrin temperatura ekstreme, përbërësit e tabletës shkrihen së bashku duke krijuar një shtresë me shkëlqim dhe të fortë si qellçi. Në këtë gjendje, jastëku humbet koeficientin e fërkimit dhe rrëshqet në disk pa e kafshuar. Pasi jastëkët kristalizohen, kapaciteti i tyre i frenimit zvogëllohet me 60% dhe vetmja zgjidhje e vërtet është zëvendësimi i tyre i menjëhershëm. Gabimi i 5. Konsumimi i pakthjeshëm i diskut për shkak të goditjes termike. Gabimi numër 5 shpesh ndodh kur fatkeqësia duket se ka kaluar, ose kur shoferi zbulon mbi shenjë dhe përpiqet ta rregullojë atë impulsivisht. Le të themi se keni abuzuar me frenat tuaja, vini në një pikë vëzhgimi dhe arrini në një ndalesë ulëritse. Gabimi i parë i madh është të vendosni frenën e dorës ose të mbani pedalin të shtupur me makinën të palvishme, ndërsa disqet janë në 600 gradë. Në atë pikë, jastku po vepron si një izolues termik në një zonë specifike të diskut, ndërsa pjesa tjetër e diskut është e ekspozuar ndaj ajrit. Ky ndryshim brutal i temperaturës në sipërfaqen e metalit shkakton një deformim strukturor të njohur si deformim. Disku rrotullohet mikroskopikisht, dhe që nga ai moment, sa herë që frenoni, do të ndjeni një drivje të dhunshme në timon. Edhe më keq është miti i ftohjes së frenave me ujë. Nëse spërkatni ujë të ftohtë në një disk prej gize që është i nxehtë, goditja termike do të shkaktojë çarje të menjëhershme strukturore apo edhe tyjerje të komponentit. Metalit kurret aq dhunshëm dhe në mënyrë të pabarabartë sa integriteti i tij molekular prishet. Konsumimi i pakthjeshëm ndodh gjithashtu thjesht duke ndaluar pa një fazë ftohjeje. Nëse zbuloni një erë djegie, idealja nuk është të ndaloni menjëherë nëse keni ende pak pedale, por të vazhdoni të ngasni me një shpejtësi shumë të ulët, duke përdorur frenën e motorit dhe duke lënë ajrin nga udhëtimi të ftohtë komponentët gradualisht. Nëse ndaloni me frenat në zjarr, nxehtësia e akumuluar në disk do të kalojë përmes përcjelljes në kushinetën e rrotave dhe sensorët e sistemit të frenimit kundër bllokimit, të cilët mund të shkrijnë kablot e shtrenjta dhe komponentët elektronik. Durimi termik është një virtyt. Qeliku dhe hekuri ka nevojë për një tranzicion të qetë për t'u kthyer në dimensionet e tyre origjinale. Çdo përpjekje për të përshpejtuar këtë proces me lëngje ose ndalesa të papritura do të rezultojë në një faturë të shtrenjtë të punëtorisë ose padobine plot të sistemit të frenimit për pjesën tjetër të udhëtimit. Shumë shofer gabimisht besojnë se hyrja në neutral kursen karburant ose përfiton motorin. Kjo praktik është një nga më të rrezikshmet në vozitjen mallore. Kur transmetimi shkëputet nga motori, humbet e gjithë kapaciteti mekanik mbajtës, duke e lënë masën 2 tonshe në mëshirën absolute të gravitetit. Ekonomia e karburantit është inekzistente në makinat moderne, pasi injeksioni ndërpritet kur zbresni me një marsh të aktivizuar, ndërsa në neutral, motori përdor benzinë për të qëndruar ndezur. Gabimi i 4. Frika nga revolucionet e larta. Gabimi numër 4 është një pengesë psikologjike që ndan shoferët me përvojë nga filestarët. Ekziston një fobi e përhapur për të dëgjuar zhurmën e motorit kur pedali i gazit nuk është i shtupur.
Shumë përdorues mendojnë se nëse gjilpëra e takometrit te i kalon 3000 ose 4000 rrotullime në minutë, ndërsa zbret në një pjerësi, motori po pëson dëme të pariparueshme ose është gati të shpërthejë. Ky perceptim është krejtësisht i gabuar dhe buron nga një keq kuptim i termodinamikës dhe mekanikës së lëngjeve. Kur motori rrotullohet me rrotullime të larta në një zbritje pa përshpejtuar shoferin, nuk ndodh djegje konsiderueshme, ose në shumë raste, nuk ka djegje fare, fal sistemeve të ndërprerjes së injektimit. Ajo që shoferi dëgjon është thjesht ajri që kompresohet dhe nxirret. Motori bëhet një kompresor gjigant ajri. Fizika e kompresimit është ajo që kursen frenat, që pistonët të ngrihen dhe të kompresojnë ajrin brenda cilindrave. Kërkohet një sasi e madhe energjie. Në një zbritje, kjo energji vjen nga lëvizja e rrotave, të cilat përmes transmetimit detyrojnë motorin të rrotullohet. Çdo rrotullim i motorit me 4500 rrotullime në minutë është një sasi e madhe e energjisë kinetike që shpërndahet në mënyrë të sigurt përmes sistemit të shkarkimit të motorit dhe sistemit të ftojes, në vend që të shtërohet në nxehtësi shkatëruese në disqet e frenave. Motori është projektuar për të funksionuar në intervale deri në 6000 ose 7000 rrotullime në minutë në ngarkesë të plotë, domethënë duke përshpejtuar me mbytje të plotë. Funksionimi me 4000 rrotullime në mbajtje është relativisht një detyrë e lehtë për komponentët e brendshëm, si boshti i boshtit ose shufrat lidhëse, pasi nuk ka presione termike të shpërthimit që i shtojnë pistonët poshtë. Sistemi i lubrifikimit gjithashtu funksionon në mënyrë optimale me këto shpejtësi, duke siguruar që të gjitha pjesët lëvizse të jenë të mbrojtura. Rreziku i vërtet nuk është zurma e motorit, por heshtja e frenave që po avullojnë. Kapërcimi i frikës ka takometri është hapi i parë drejt një zbritjeje të sigurt. Preferohet që motori të tingëllojë i detyruar për 20 minuta, sesa frenat të dështojnë në 1 sekondë. Rezistenca pneumatike është konstante, nuk mbaron dhe është e lirë. Duke injoruar këtë burim nga një frikë pa bazë, shoferi po ja dorëzon sigurinë e tij një trillimi të rehatisë akustike. Gabimi. I trete. Ke përdorimi i vozitjeve në timon, ose modaliteti sekuencial. Gabimi numër 3 ka të bëjë me menaxhimin e kohës dhe teknologjinë moderne të transmetimit. Lopatat pas timonit ose mënyra sekuenciale e levës së marsheve tregtohen si mjete sportive, por në një zonë mallore ato janë mjete mbijetese. Faji kryesor i shoferëve qëndron në vonesën në përgjigje dhe mungesën e parashikimit. Një transmetim automatik, madje edhe ato më të shpejta me tuftë të dyfisht, ka një kohë përpunimi midis shoferit që shtyp vozitjen dhe mekanizmit fizik që ekzekuton ndërrimin. Në një zbritje të pjerrët, ku makina fiton shpejtësi në mënyrë eksponenciale, pritja për të shkuar 100 km/h për të përpjekur të zbresë në marshin e dytë është një gabim teknik fatal. Kompjuteri i automjetit, i programuar për të mbrojtur integritetin e ingranazheve, do të refuzojë komandën nëse zbulon se ndryshimi i marsheve do ta shtunte motorin përtej kufirit të tij të rrotullimit. Shoferi shtyp vozitjen, asgjë nuk ndodh dhe paniku kap kabinën derisa makina vazhdon të përshpejtojë. Arti i përdorimit të modalitetit sekuencial qëndron në proaktivitet. Zhvendosja duhet të kryhet përpara se pjerësia të bëhet e pjerrët ose menjëherë pas frenimit të fortë që ka ullur shpejtësinë në një gamë ku marshi i poshtëm pranohet nga sistemi. Shumë shoferë bëjnë gabim duke e lënë makinën në modalitetin e drejtpërdrejtë automatik, duke shpresuar se logjika e transmetimit do të kuptojë se është në rënje. Megjithse disa kuti ingranazhesh moderne kanë sensor pjerësie, ato shpesh janë të ngadalta për të reaguar ose për t'i dhënë përparësi konsumit të ulët të karburantit, duke mbajtur ingranazhe të larta. Marrja e kontrollit manual të vozitjeve ju lejon të vendosni një marsh që e mban makinën në një shpejtësi konstante pa prekur frenat. Është një dialog i vazhdueshëm midis shoferit dhe pjerësisë. Nëse vëreni se shpejtësia rritet gradualisht, duhet të shtypni menjëherë vozitjen minus. Mos prisni që makina të ndihet jashtë kontrollit. Teknologjia sekuenciale nuk është për të luajtur në të qenit një shofer garazh. Është për të menaxhuar inercinë përpara se inercia të menaxhojë fatin e automjetit. Pritja është thelbësore. Nëse shihni një seri kthesash flokësh dhe një pjerësi 12%, dora juaj tashmë duhet të jetë duke përgatitur rrjedhën përpara se të hyni në atë shtrirje. Gabimi. I dyte. Mos përdorimi i kontrollit të zbritjes së kodres. Gabimi numër 2 është humbja e inxhinierisë specifike. Në dekadën e fundit,
Shumë kamionqinë dhe SUV janë pajisur me sistemin e kontrollit të zbritjes, shpesh të identifikuar me një ikon të një makine që zbret ka një kodër. Shumë pronar nuk e dinë se për çfarë shërben ku buton, ose besojnë se është vetëm për situata ekstreme balte ose shkëmbinsh në furistrad. Gabimi i madh është të mos e përdorni atë në zbritje shumë të pjerta me asfalt ose në kushte me kapje të ulët. Ky sistem është një kryevepër e menaxhimit të tërheqjes. Ndryshe nga një shofer njerëzor, i cili mund të shtyp vetëm pedalin e frenave dhe të veprojë në të katër rrotat në të njëjtën kohë, kontrolli i zbritjes mund të aplikojë presion frenimi në mënyrë të pavarur në secilën rrotë duke përdorur modulin e sistemit të frenimit kundër bllokimit. Ai e bën këtë me një frekuencë prej 10 rahet në sekond. Sistemi menaxhon jo vetëm shpejtësinë, por edhe stabilitetin ansor të automjetit, duke parandaluar bllokimin e një rrote dhe duke shkaktuar një rrëshqitje në një kthes të ngushtë. Injorimi i kësaj teknologjie është si të përpiqesh të bësh llogaritje komplekse me dorë me një kompjuter të specializuar në xhep. Duke aktivizuar kontrollin e zbritjes, automjeti merr përgjegjësinë për ruajtjen e një shpejtësie të ulët dhe konstante, zakonisht midis 5 dhe 20 km/h, duke lejuar shoferin të përqendrohet ekskluzivisht në timon. Në shpatet teknike ose shumë të degraduara, ky sistem parandalon ngrohjen e tepërt të frenave sepse i përdor ato në mënyrë shumë më efikase dhe të përpikt sesa një këmbë njeriu. Është një mjet i menaxhimit të ngarkesës që shpërndan stresin mekanik në mënyrë inteligjente. Shoferi që nuk e aktivizon këtë ndihmë për shkak të krenarisë ose ignorancës, po merr një rrezik të panevojshëm dhe po harxhon një komponent për të cilin ka paguar gjatë blerjes automjetit. Është thelbësore të kuptohet se këto sisteme nuk janë një pateric për shoferët mediokër, por një zgjatim i aftësive fizike të makinës që të i kalojnë shpejtësinë e reagjimit njerëzor. Përdorimi i saktë i këtij sistemi, i kombinuar me një marsh të ulët, krijon një mjedis sigurie të tepërt që e bën çdo zbritje një detyrë rutinë dhe jo një arritje të rrezikshme. Teknologjia është aty për t'u përdorur dhe në male. Çdo avantazh mbi gravitetin duhet të shfrytëzohet pa hezitim. Gabimi i pare. Gabimi në 90%. Mosnjoja e kapacitetit të transmetimit tuaj. Gabimi themelor, ai që kryeson listën për shkak të kudondodhjes dhe rrezikshmërisë së tij, është ignoranca e thellë për funksionimin e transmetimit që shoferi ka në dorën e djathtë. Ekziston një besim i përhapur se kutit e shpejtësisë automatike janë entitete autonome që vendosin se çfarë është më e mira për automjetin në të gjitha rrethanat. Megjithatë, në një rënje të zgjatur, logjika e programimit të orientuar drejt karburantit është armiku më i keq i sigurisë. 90% të shoferëve vendosin levën në pozicionin e marsheve përpara dhe e harrojnë atë, duke besuar verbërisht se automjeti nuk do të fitojë shpejtësi të tepërt. Kjo mungesë njohurish është kritike, sepse jo të gjitha transmetimet sillen njësoj përballë gravitetit. Transmetimet e konvertuesit të çift rrotullues janë më tradicionalet. Në këto, ekziston një lidhje fluide që, nëse nuk kycet nga tufa e anashkalluar, lejon makinën të fitojë inerci lehtësisht. Nëse shoferi nuk zgjedh manualisht një marsh të ulët, lëngu i brendshëm në kutinë e shpejtësisë nxehet për shkak të rrëshqitjes, duke humbur kapacitetin mbajtës dhe duke detyruar frenat e diskut të bëjnë të gjithë punën. Nga ana tjetër, kutit e shpejtësisë me tuftë të dyfisht veprojnë si kuti ingranazhesh manuale robotike. Aftësia e tij e frenimit të motorit është e shkëlqyer sepse ka një lidhje të fortë mekanike midis rrotave dhe motorit. Gabimi këtu është të mos kuptoni se duhet të detyroni uljen e motorit që motori të veprojë si spirancë. Së fundi, transmetimet me ndryshueshmëri të vazhdueshme, të njohura si transmetime CVT, janë më të keqkuptuarat. Shumë shoferë besojnë se për shkak se nuk kanë ingranazhe fizike fikse, këto kuti ingranazhesh nuk mund të ngadalsojnë motorin. Kjo është rreme. Transmetimet moderne të ndryshueshme simulojnë hapat e ecjes ose ndryshojnë diametrin e rrotullave të tyre për të rritur rrotullimet e motorit dhe për të gjeneruar rezistencë. Mos përdorimi i pozicionit ele ose modalitetit manual në një kuti ingranazhi të ndryshueshme gjatë një zbritje, po dënon sistemin e frenimit në dështim për shkak të lodhjes termike në më pak se 10 km pjerësi të pjerrët. Ignoranca e këtyre dallimeve çon në menaxhim jo efikas të energjisë. Zhvendosja nuk është vetëm një opsion, por është një detyrim teknik. Një shofer që e njeh transmetimin e tij e di se kur hin në një pjerësi 7%, duhet të largohet nga modaliteti automatik
dhe të kërkoj atë raport ingranazhi që e mban gjillpërën e tahometrit të lartë, por të qëndrueshëm. Transmisioni është shumëzuesi i forcës së motorit, dhe në 8 pjet duhet të përdoret për të shumëzuar rezistencën, jo për të lehtësuar përparimin. Kur të gjitha shtresat parandaluese dështojnë dhe pedali i frenave zhytet në dyshemen e automjetit pa ofruar rezistencë, shoferi hin në skenarin absolut të krizës. Protokolli i ruajtjes duhet të ekzekutohet me qetësi të akullt dhe saktësi mekanike. Gjëja e parë është të mos humbni komunikimin me menaxhmentin. Motori nuk duhet të fiket kurrë, pasi kjo do të eliminonte ndihmën e drejtimit hidraulik ose elektrik, duke e kthyer automjetin në një predh të pamenaxhueshme. Masa e parë emergjente është të përpiqeni të pomponi pedalin e frenave shpejt për të përpjekur të rikuperoni një presion të mbetur në sistemin hidraulik. Në të njëjtën kohë, transmetimi duhet të detyrohet në marshin më të ulët të mundshëm, pavarësisht nga zhurma e emetuar nga motori.